Dashur teleshikues, jemi këtu me kandidaten për sekretarinë e shtetit, Suzana Shkreli. Suzana, we are all happy that we are having Albanians involved in local and in general politics. And one of the candidates are you for the Secretary of State. And you are together here with Renis because he belongs to your party, the same thing. But we as Albanians want our community to be represented. And how do you feel about this sentiment? Yes, well, thank you. I'm pleased to be here tonight at Renis Nushai's fundraiser at Imperial House, which is an Albanian-owned business. I'm really proud of our community for stepping up and wanting to serve, from Rob Donovic, who is a Livonia City Council member, to Robert Lujurai, who is running for Congress in the 10th District, to my friend Renis Nushai, who's running for State Senate. It is important for us to be involved, to be civically engaged, and to be in places where decisions are being made about our lives, our businesses, our taxes, what have you. So it's an incredible moment for us. I think where Albanians can come together to support candidates that they support is a beautiful thing. It would be nice to have representation and for us to make history as a community in all different facets. Myself, I need people to register with the Democratic Party to come vote for me on April 19th. I'm also having a fundraiser at Villa Penna. Would love to have you there. And I'm just really excited about the opportunity to serve Michigan and to continue my long-standing service to the people of the state. How is the campaign going? It's going well. We have a lot of support. We're receiving a lot of endorsements. I'm campaigning full-time, so I'm a full-time candidate. I am meeting people all across the state, raising money, and would love to have your support because I think that's going to help us get to the finish line. This race, this primary, is going to be determined at a convention. So I need people to register with the party before March 20th to come to Cobo Hall, Huntington Place, on April 19th and to cast their vote for me. Të dashur teleshikues, kemi këtu doktorin Gentin, e mirënjohur për të gjithë komunitetin ton. Genti, si e vlerëson këtë seancë mbështetëse fundraising for Renisin? Faleminderit Rafael, të përshëndes, një vit të mbar për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, një vit të mbar për gjithë komunitetin shqiptar. Këtu është kënaqësi e madhe që të mblidhemi dhe të shikojmë këtë komunitet së bashku për të festuar dhe mbështetur kandidat që, siç e thanë edhe parafolësi, do jenë krenari për komunitetin tonë. Do jenë një zë i vyer për ne. Do përfaqësojnë me dinjitet jo vetëm komunitetin, por edhe shtetin e Michiganit, edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Unë ju uroj atyre suksese dhe dëshiroj që të gjithë së bashku, jo vetëm këta që janë sot këtu, por dhe ata që na ndjekin nëpërmjet televizionit tuaj, të tregojmë mbështetjen tonë për ta kandidat që vërtet do jenë një dritë dhe një shkëndi për të ardhmen e gjithë rinisë shqiptare brenda komunitetit tonë, për të shtyrë dhe për të bërë dhe për të vazhduar një mision që do ketë një vlerë të madhe, jo për këta që janë këtu, por edhe për atë dheun tonë që ne e përfaqësojmë dhe jemi krenar. Dashur teleshikues, jemi këtu me zotin Artan Glavata, të cili ka qëlluar bashkëqytetar me mua nga Durrësi, por këtu jemi për të suportuar Renisin. Si e vlerësoni faktin që shqiptarët kanë nevojë tashmë të angazhohen në politikën lokale dhe të përgjithshme amerikane? Është domosdoshmëri. Është gjë mos e domosdoshme. Ne jemi gjithë këta shqiptarë në këtë komunitet mos e vital në shtetin e Michiganit, edhe për fat keq nuk kemi përfaqësues në kuadrin politik. Shqiptarët kanë gjithë këto biznese, ka ardhur koha që edhe është për të adhuruar Renisi, Suzana, Roberti, që marrin iniciativën të konkurrojnë në përgarat e instancave më të larta të politikës së shtetit Michiganit. Kështu që për sa i përket Renisit, unë jam shumë impresionuar, me sa di është një djalë që ka ardhur në moshën e re këtu, i edukuar në shkollën në Shqipëri deri në shkollën e mesme, këtu ka vazhduar studimet, ka mbaruar
për avokatur, ka punuar, do me thënë, ka praktikuar avokatin, ka punuar si avokat në qytet, edhe ka një reputacion shumë të mirë, edhe më bëhet shumë qefi që po konkuron edhe përfaqëson veten si shqiptaro-amerikan, edhe unë jam me fat se sa banoj në Rochester. Rochester është në distriktin 9, në distriktin e Renisit, edhe do bëjmë të pamundurën që ta ndihmojmë jo vetëm se është shqiptar, por edhe për idetë që ka, për aftësitë që ka, për programin që ka, edhe do inkurajoja gjithë shqiptarët, gjithë njerëzit, gjithë shoqërinë që jeton në Rochester, në Troy, në Sterling Heights, të bëjnë të pamundurën të kontribuojnë e të përkrahin kandidaturën e Renisit. Pika e parë do jetë brenda konkurimit brenda Partisë Demokratike me 4 gusht. Nëse ai fiton atje, besoj se ka një shans shumë të mirë kur të bëhet vota e përgjithshme me 4 nëntor për të zgjedhur e për të përfaqësuar si senat i distriktit ton në senatin e Michiganit. Të dashur teleshikues, jemi këtu me Sebepqiun që na ka mbledhur sonte. Renis Nushajn është një fundraiser nga komuniteti shqiptar për kandidaturën e tij për të zgjedhur në senatin e shtetit të Michiganit. Renisi kandidon në emër të Partisë Demokrate, por nuk e ka problem për të kundërshtuar apo dhe ato parime të cilët mund të shkojnë drejt për drejt me gjendjen e komunitetit tonë, siç është problemi i rrugëve apo problemi i insurancave apo taksave, sepse ai ka një këndvështrim të veçantë që në Michigan mungojnë juristët në Senat. Çfarë ju sjell Renisi Senatit të ri, nëse do zgjidhet? Rafael, faleminderit shumë dhe faleminderit për televizionin shqiptar që jeni prezant këtu sot. Sot ishte një mbrëmje shumë e këndshme. Dhe faleminderit për gjithë komunitetin tonë që erdhi këtu dhe na mbështeti. Ishte një pjesëmarrje ishte mahnitshme, salla mbush plot dhe jam shumë falendërues për gjithë komunitetin. Jam dakord me ty që parimet tona janë parimet që kemi sjell me vete nga vim dhe që na kanë bërë që janë parimet shqiptare. Detyrimisht edhe mbështetje që kërkojmë nga komuniteti jonë është mbështetje në bazë të atyre parametrave dhe jo atyre partijake, sepse neve jemi shqiptar para të gjithave dhe jemi shqiptar pa dallim feje, krajinë dhe ide apo. Në lidhje me komunitetin tonë, ky komunitet ka shumë nevojë për ndihmë në senatin e shtetit tonë. Ka nevojë që të ketë një zë në legjislaturën e shtetit tonë në mënyrë që të jetë dikush atje që është i predispozuar që të japi ato përgjigje dhe të komunikoj me këtë komunitet ashtu sikurse ky komunitet e meriton, e ka merituar për shumë vitesh, por që nuk ka pasur fatkeqësisht një person atje të komunikojnë në atë mënyrë, që të kontribuojnë në atë mënyrë për komunitetin tonë. Ne jemi me vonesë krahasim me shumë grupe të tjera etnike. Edhe është e rëndësishme që të fillojmë sot, të fillojmë herët, të mbështesim gjithë këta kandidatë që janë duke kandiduar këto moment. Qoftë kandidaturën time si avokat, si për senatin e shtetit të Michiganit, kandidaturën e Suzana Shkrelit që ishte këtu sot në mbrëmje, që është kandidate për sekretarin e shtetit, kandidaturën e Robertit për kongres, është e nevojshme pa dallime në lidhje me partinë, por me dallimin e vetëm që është që jemi gjithë shqiptar amerikan dhe jemi gjithë pjesë antarë të këtij komuniteti. Si vlerëson praninë, ti e the me pak fjalë, po do desha një përgjithësi. Po, prania e Suzit është normalisht shumë e rëndësishme. Unë Suzin, që dy jemi avokat. Dhe për koincidencë që 3 shqiptarët që janë duke garuar kësaj radhe janë 3 avokat. Edhe në një farë mënyrë të gjithë kemi arritur konkluzionin, ka përsipjen konkluzion individual që është e nevojshme për antarët e komunitetit tonë të japin për avokatët si ne të japin mbrapa këtij komuniteti, të kontribuojnë, të japin atë kontribut që ky komunitet ka dhënë neve për vitesh fundit, sepse praktika ime, ju e dini shumë mirë, praktika ime si avokat është praktikë ndërtuar krejtësisht në lidhje me shërbimin ndaj popullit shqiptar, komunitetit tonë shqiptar këtu. Prezenca e Suzit është shumë e rëndësishme për mendimin tim, edhe për koincidencë kam një javë rresh që kudo që shkojmë unë me Suzin jemi bashkë. Nga eventin me event edhe djen dark për shembull ishim bashkë në tjetër event të ngjashëm me puna e këtij. Suzana ka një fundraiser në datën 21, do i ftoj gjithë shqiptarët që të merrnin pjesë aty, gjithë ata që ishin këtu sot dhe gjithë që na dëgjojnë neve që do dëgjojnë nga televizioni shqiptar. Këto janë gjëra të rëndësishme. Natyra e sistemit politik këtu është ndërtuar në mënyrë të tillë kur neve ndryshe nga ato punët tona të zakonshme, ku unë si avokat
ofroj një shërbim, dikush paguon dhe unë pastaj jap shërbimin, këtu kërkojmë thjesht pagesa dhe shërbimet dhe i ofrojmë shumë më vonë. Kështu që fatkeqësisht kjo është mënyra si ndërtuar sistemi dhe jemi detyruar gjithë të përdispozuar gjithë që ta ndjekim këtë aspekt, këtë lloj fundraisers në mënyrë që të japim vlerë komunitetit tonë, të japim shërbimin e dur komunitetit tonë, dhe ky komunitet ketë më në fund përfaqësimin që meriton. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jam këtu me mikun tim, me profesorin Altin Zaloshnja. Altin, është kënaqësi të shohim komunitetin shqiptar që po angazhohet gjithnjë e më tepër në politikën lokale edhe të madhe amerikane. Paktën po bëjnë hape dhe përpjekje për të qenë të pranishëm. Dhe për këtë rast, prania e zotit Renis Nushaj në këtë garë na nderon të gjithë, na nderon ne si komunitet, por na nderon dhe me cilësitë që ai ka. Si e vlerësoni ju këtë? Unë e vlerësoj që ishte një aktivitet shumë i mirë. Komuniteti erdhi, njerëz të rëndësishëm nga komuniteti ishin prezantu. Dhe është ajo ideja që ne duhet të mbështesim çdo shqiptar. Çdo shqiptar, duhet të mbështesim Renis Nushën, duhet të mbështesim Shuzi Shpelin, dhe absolutisht duhet të mbështesim Robert Lugjurin. Kjo nuk është thjesht ideologji. Kjo është që ne duhet të përpiqemi për veten tonë. Fatkeqësisht Kombion ka një rrugëtim të vështirë në histori. Dhe kjo ka ndodhur sepse nuk kemi qenë atje ku merreshin vendime. Tani është rasti që ne të jemi atje ku merren vendime. Dhe përmenda të shprehjen e Mithat Frashit, Mithat Bej Frashit, djalit të Abdyl Frashit, ideatorit të Shqipërisë etnike, qofse mund ta them. Cilin e lanë pas derën në Kongresin e Berlinit. Po, i cili thot, partia jon është Shqipëria. Do më thënë, ne si shqiptar duhet të përkrajmë çdo individ, çdo kandidat shqiptar i cili ka hedhur kapelen në ring. Dhe kjo do jetë një derë e hapur për gjithë kandidatët e tjerë në të ardhmen, për gjithë njerëzit e tjerë të cilët duan që në politikën e këtij vendi të madh kontribojnë. Prandaj, unë do i bëj thirrje komunitetit që të mbështesim gjithë kandidatët shqiptar kudo që të jenë. Ne, në historinë tonë, jemi mbështetur nga të gjitha administratat amerikane. Wilsoni ishte demokrat, Eisenhoweri, që kundërshtoi dhënien e jugut Greqisë, ishte republikan. Bill Clintoni, i cili luftoi në Kosovë kundër çakjeve të Miloševićit, ishte demokrat. George Bushi, i cili njoh pavarësinë e Kosovës, ishte republikan. Donald Trumpi, i cili nënshkroi billën nga Kongresi që Kosova nuk do t'i jepen territoret, është republikan. Prandaj ne duhet të jemi mendje hapur dhe duhet mbështesim gjithë kandidatët tanë pavarësisht se kujt partie. Në fund fare është kjo, shqiptari ngelet shqiptar. Okay? Shqiptari ngelet shqiptar dhe nuk shkon mbas ideologjive. Në fund fare do votoj zemrën e vet që shkon mbi shqiptar. Altin, ju keni edhe një nismë për hapjen e një konsullate shqiptare si shoqat këtu në Michigan. Cila është kjo nismë? Po, unë bashkë me një grup njerëzish intelektualisht në komunitet kemi formuar një organizatë e cila quhet Beso të Diaspora. Qëllimi i saj është që të energjizoj komunitetin, që ta shikoj se sa vlera ka. Gjithashtu do punojmë edhe në anën edukacionale, por edhe në rritjen e ndërgjegjës civike, ndërgjegjës civike të komunitetit, të angazhimit komunitetit. Si dhe në rritjen dhe në përkrajën e aktiviteteve kulturore të kombit tonë, që ne ta dimë se jemi shqiptar, jemi një kombi vjetër, kemi vlerat tona të cilat nuk duhen asnjëherë hedhur poshtë. Në këtë moment, si iniciativë e parë, është hapja e një konsullate me drejta të plota këtu në qytetin e Detroitit, që do të thotë gjithë shtetet e perëndimit mesëm, Illinois, Indiana, Wisconsin, Missouri, Ohio. Por edhe ato qytetet që janë në Ontario në jug perëndimore, siç është qyteti Windsor apo London, në vend që të shkojnë 700-800 kilometra deri në Ottawa, ku është ambasada shqiptare atje, mund të vinë këtu, marrin dokumentat, marrin pasaportat, të marrin certifikatet që duhet, ndërsa ne mos shkojmë deri në New York për t'i bërë to. Nga ana tjetër, kjo do të japë mundësi komunitetit që të jetë më i involvuar, që të ketë pasaportë shqiptare, sepse ka njerëz që janë i moshkuar, ata nuk do shkojnë në New York që ta marrin këto. Dhe ne gjithashtu kemi fjalën tonë kudo në Shqipëri, duke patur parasysh se diaspora më në fund, mbas një persiati të gjatë, partive politike në Shqipëri, që nuk duan që ato ishte pjesë, ka mundësi të votojnë. 25.000 shqiptarë votin nga Amerika për zgjedhjen në Shqipëri nuk është shifër e pandeshme. Në një vend ku konsiderohet që ka mbi 1 milion. Kështu që kjo është ideja. Ne duhet kemi një konsullat tu për ta bërë më të lehtë për gjithë shqiptarët aksesin tek dokumentat shqiptare dhe tek çdo ndihmë që ata mund të kenë. Kështu që ky është
misioni I parë I organizatës Beso të Diasporës. Dhe mendoj se në fund fare vendimarrësin Shqipëria në ata që cilët ta marrin, por ne do bëjmë gjithë përpjekjet tona. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu I dham fund edhe emisionit ton për sonte nga ky event fundraiser apo grumbullim fondesh për kandidatin për senator në shtetin e Michiganit për Lansing, zotit Renis Nushaj. Ishte një mbështetje e gjithanshme, jo vetëm e miqve të tij, por dhe bashkëdhetarëve të tjerë, të cilët shohin tek Renisi mundësinë që një kandidat me aftësitë na përfaqësojë denjësisht në shtetin e Michiganit për të mbrojtur të drejtat e komunitetit ton shqiptaro-amerikan, për të qenë gjithmonë më tepër të angazhuar në politikën amerikane, sepse vetëm kështu shqiptarët do dinë të mbrojnë edhe të drejtat, edhe demokracinë në territoret tona në vendlindje. Nga unë Rafael Floqi, miru takoshim në emisionet të tjera. Natë mirë.